Mitingu i poezisë në Gjakovë është një aktivitet i vjetër poetik i zhvilluar me nismë në një grup i poetësh dhe të korifeut të poezisë shqipe Din Mehmeti. Që atëherë deri më sot ai nuk është ndërprer kurrë dhe nga viti në vit ka shpalosur vlerat e letërsisë shqipe nga të gjitha trojet shqiptare, duke e shndërruar kështu jo vetëm mitingun, por krejt qytetin emblematik të Gjakovës në një vatër të ngrohtë poezie. Në miting kanë debutuar dhe janë vlerësuar poet shqiptar me emër, pastaj talent të rinj, poet të huaj nga shtetet të ndryshme të Evropës, Amerikës dhe me profesionalizëm janë dhënë vlerësimin nga juri kompetente jashtë çdo ndikimi. Poet, shkrimtar, krijues e adhurues të fjalës së shkruar, edhe këtë vit u bën pjesë ngjarjes më të madhe kulturore në vend, mitingu të poezisë. Me organizim të klubit letrar Gjon Nikol Kazazi në sallën Teki Tërvishi në Gjakovë, u mbajt edicioni 61 i mitingut të poezisë. Ndonë se ky edicion solli një program më të reduktuar me vetëm një ditë aktivitet, në sallën e mbushur plot nuk u pan poet nga trevat jashtë Kosovës, siç ndodhte dikur, por përjashtuar me vetëm disa prej tyre. Dhe krejt kjo për shkak të mosqëndrueshmërisë financiare, problem ky që krijuesit e klubit e kanë përmendur shumë shpesh gjatë gjithë vitit kalendarik. Lexues nxënës e artëdashës në një ditë nëntori kishin ardhur për të dëgjuar fjalët që lindin nga zemra dhe për të festuar fuqinë e krijimtarisë. Festa e poezisë nisi me tingujt e violinës. Gjakova sot ka një fest kjo e nisur dikur para shumë vitësh nga emra të mëdhenj të fjalës së shkruar, tha krijuesi Angel Berisha. Ne do ta mbajmë, do të vazhdojmë, ka nis me shkrimtar të mëdhej, jemi aktual, vinë të tjerë, në sallë kemi plot nxënësa, poetesha të reja që do të na trashëgojnë, Jusufin e kemi të pranishëm të fortë, e kemi i cili është prej ditëve të para, vazhdon me qenë prap shtyllë të përballje, edhe Masar Kupa, nuk o kam dëgjon, zio kam dëgjon, kam i shëbuz, por Masari është i ditëve të para, dhe parku i qytetit ku ka nisë është i pari, dhe kështu që me qëllim po e them se vazhdoft, qoft bashkë me ne, a vim me ndëgju si pleq, por ardhë gjenerata rejmë që mos nërdit. Përkundër vështirësive, mitingun do ta mbajmë gjallë, sepse kjo ngjarje dikur kishte krijues nga Argjentina largët dhe se nuk është thjesht një orë letrare. 61 vjet, tema për letërsinë, i lexu poezi, kanë ardhur shkrimtarë nga gjitha trojet, dikur nga ish Jugosllavia, kanë ardhur pas luftën nga mbar bota, prej Argjentinës dhe në shtetin më të afërt kemi pas të pranishëm poet. Janë promovu vepra, do më thonë nuk ka qenë thjesht një orë letrare, nuk është as sot, edhe sot e merr qëllimin e realizimit. Kështu edhe do të mbetet, do të arun atë bërthamen e nisër, veç sa kemi rrit, do të rritet dhe kur mos u zvogloft as mos u shoft. Pas fjalëve përshëndetëse, punimet e mitingut të poezisë filluan me temën e tribunës Letërsia pasqyrimi i kohës moderne. Letërsia vazhdon ta ketë fuqinë e rrallë për të ndaluar kohën, për të na bërë që të shohim atë sa më të qartë. Shkrimtarët modern janë kronikantë të jetës së përditshme. Ata deshifrojnë tensionin në mes njeriut dhe teknologjisë, kështu tha krijuesja Migena Arllati. Letërsia pasqyrimi i kohës moderne, kjo është ajo të cilën ne kemi konceptuar si temë boshtë të këtij mitingu, në një epokë ku lajmet shpërndahen me shpejtësinë e një klikimi dhe ku realiteti shpesh ngatrohet me perceptimin,
Letërsia mbetet një nga pasqyrat më të sinqerta të kohës moderne. Ajo nuk kufizohet thjesht në rrëfimin e historive, ajo shndrohet në një laborator shpirtëror. Aty provojnë idetë, konfliktet, dilemat, kundërshtit, debat. Ndryshimet teknologjike dhe sociale në përplasin në një rrjedh të pandalshme informacioni. Letërsia vijon të ketë fuqinë e rrallë për të ndalur kohën, për të na bërë ta shohim atë sa më qartë. Sot njeriu modern jeton mes dy botëve, asaj fizike dhe asaj digjitale. Pikërisht këtë dualitet e kap letërsia bashkëkohore, nga romane që trajtojnë izolimin urban, deri te tregimet që merren me identitetin e fragmentuar në epokën e rrjeteve sociale. Shkrimtarët modern janë bërë kronikantë të jetës së përditshme. Ata deshifrojnë tensionin mes njeriut dhe teknologjisë, mes privatësisë dhe ekspozimit, mes traditës dhe globalizmit. Në këtë kuptim, letërsia nuk ndjek vetëm rrjedhën e kohës, ajo e kritikon, e pranon, e sfidon dhe mundohet ta tejkalojë atë. Por shumë kënd mund duket se virtualiteti e ka zbehur rolin e librit, por realiteti ndoshta qëndron pak më ndryshe. Ndoshta ne si shoqëri njerëzore kemi qenë të papërgatitur për këtë ritëm të lartë të zhvillimeve teknologjike. Pra tashmë kemi forma të reja, kemi libra elektronik, kemi blogje letrare, kemi rrëfime interaktive në internet. Pas tribunës letrare, në agjendën e mitingut ishte edhe promovimi i librit Udhëtimi në kohë i autorit Jusuf Buxhovi. Shkrimtari Agim Byci, duke folur për librin, tha se kjo prurje është një vepër vizionale që shtjellohet në 3 kapituj në lidhshmëri të plot njëri me tjetrin. Ky roman është më i veçantë, ndoshta nga më të rrallët në letërsinë shqipe. Është një roman historik, psikologjik, filozofik, një vepër vizionare letrare. Shtjellimi, pasqyrimi dhe projektimi i kohës së kaluar, të tashme dhe të ardhshme, dhe gjurmimi i çështjeve, rrethonave, ngjarjeve të saj, rrjedh në mënyrë transcendentale e metafizike. 2 komponente këto që janë pjesë përbërëse të 12 ligjeve të universit. Është ligji i unitetit hyror dhe ligji i përputhjes. Se e gjithë ekzistenca, njerëzit, natyra, jeta, koha dhe gjithësia është e ndërlidhur dhe është pjesë e një tërësie të vetme të unifikuar, se të gjitha qenjet janë të lidhura dhe se ekziston një unitet shpirtëror i natyrshëm, dhe se bota e brendshme e dikujt pasqyrohet në botën e jashtme. Kjo lidhet me përvojën dhe intuitin e brendshme të individit si brim i së vërtetës, dhe se gjendja e brendshme e dikujt e formson realitetin e të ardhmës. Romani shtjellohet në 3 kapituj: koha e tashme, koha e kaluar, koha e tashme dhe koha e ardhshme. Këto 3 kohë ekzistojnë në mënyrë rrethore dhe kanë lidhshmëri me njëra tjetrën. Kjo nënkupton se edhe rrethonat e ngjarjet mund të përsëriten në secilën kohë. Përsëritja shkaktohet nga mos ndërgjegjësimi dhe veprimet tona të pamatura, nga dështimet tona dhe nga mos bluarja e duhur e mendimeve. Romani Udhëtimi në kohë është një udhëtim i Artan Rashtës, udhëtim në kohën 3-dimensionale, që përfshin afër 1000 vite, në mjegullin e ngjarjeve vendimtare historike, në të cilin 1000 vjeçar ka mundur të ndërrohet e të vulloset historia kombëtare. Udhëtimit i paraprin falli me plumbin e shkrirë, nga i cili plumb fallxhorja nxjerr një mërimang dhe artanet i ales si busull orientimi, si thurse e fatit, që kur të bredh në vende të ndryshme të botës, me fuqinë e vet personale të durimit dhe me energjinë e mbijetesës, të jetë i Zotit ta gjej rrugën e lirisë nëpër labirintet e pushtuesve që janë rrjeta mërimangash. Edhe kryetari i klubit, Gjon Nikol Kazazi, Muharrem Kurti, njerit një koqiri këtij aktiviteti, foli për librin e profesor Jusuf Buxhovit. Ai tha se libri Udhëtimi në kohë është e djeshmja, e tashmja dhe e ardhmja. Ky roman që ka për personazh kryesor Artan Rashtën, i cili rrëfen për 3 kohë,
e djeshmja, e sotmja dhe nesmja, I cili përballë me vllajin tek e djeshmja, Principata, ku ngjarjet zhvillohen në rrek të keqe dhe në bjeshk të rasa zogët, e ku flitet për Principatën dhe Princin në kohën e ndrimeve të regjimeve konfesionale, rënien e katolicizmit dhe zëvendësimin e tij me ortodokizëm. Termat dominus në këtë kapitull janë krishtarët dhe tempullarët, apo zëvendësimi I kryqit me kryq, pra I katolicizmit me ortodokizëm dhe që karakterizohen me termat vasal, vasalitet, një pasqyrë kohës së djeshme ku kemi një ndeshje të simboleve të dy perandorive në një vend të vogël, të ndarë të përqarë, të cilët I shkon përshtati ky citat I librit faqe 36, citat. Nuk janë veprimet e të vegjëlve, për mbizotrimin e botës sillen ndeshjet e tyre që sjellin ndryshime, prej nga mund të përfitohet diçka nëse veprohet me mençuri, dhe a veprohet me mençuri, shtrohet pyetja në këtë roman që u ndërtua mbi definicione historike, filozofike dhe letrare. Ashtu si në pjesën e parë djeshmja, edhe në pjesën e dytë të librit e sotmja, Fisi, personazhi kryesor I librit vendoset në treven e Dushkajës. Por kravllajt binjak që kanë të njëjtin gjak, njëjtën pamje, ndërsa dallojnë në perceptime shpirtërore, esencialisht në dukuri negative, njëri vllai beson smundjes së tjerrit, tjetri jo, njëri është kundër turmës, tjetri është pro saj, pra të dy vëllezërit kanë perceptim të ndryshëm. Pas gjithë këtyre fjalëve të mira për librin, radha ishte që vetë autori të shpalos diçka nga libri, Udhëtimi në kohë. Jusuf Bugjovi tha se ndonë se autorit nuk I takon të flas, por në shenjë mirënjohje për lexuesit, u shpreh se ky libër është libër I vetmis, duke ngritur një paralele mes lirisë dhe çlirimit. Autorit nuk I takon që të flas për veprën e tij, por megjithatë janë 2-3 çështje të cilat mua më kanë shtyp të angazhohem këtë libër më shumë se të tjerë. Ky libër për mua është një libër I vetmisë, një libër I të shpërimit, një libër I cili autori cilë në I tërkansh. Çlirimi, liria, rregulli, ligji. Këtu hapet dilema. A paraqet çlirimi liri, apo liria çlirim? Çlirimi dhe liria a janë në funksion jashta rregullt dhe ligjit. Këtu është edhe dilema ekzistenciale që është rënë në Heideggeri, dikur vitet 50-ta, masi që në procesin e Nürnbergut do të shtrohet raporti I tij me nacizmin, sepse Hitleri atë vitin 1936 e vnoi dekant të fakultetit e Frankfurtit. Ai e pranoi një kohë, por hoqë dorë prej saj, në ndërkohë që Nürnberg, procesin e Nürnbergut, dhe gjithë ato proceset më vonë, Heideggerit të t'i vetë anatema e njeriut që ka bashkëpunuar me Hitlerin, njeriut I cili ka marrë pjesë në një proces që dihet çfarë ka qenë nacizmi. Deri në vitin 1954 ka heshtë. Vitin 1954 ka dalë vetëm me një sqarim të vogël, dhe atë nëpërmes Hannah Arendtit. Hannah Arendt ka qenë poshtë një filozofe, me asistentin e tij, I evreje, e cila ka shku në SHG dhe prej atje mandje e ka mbrojt Eichmannin në procesin e tij që ja kanë bërë diku vitet 60-ta në Izrael. Edhe Heideggeri thotë kështu. Thotë unë thotë nëse duhet përcaktohet për tiraninë e ligjit,
apo ligjin e tiranisë, unë do të përkrahi tiraninë e ligjit, sepse edhe në tirani, nëse ka ligj, megjithatë njeriu ka një kornizë. Ndërkohë, nëse nuk ka ligj, atëherë dihet se çka ndodh. Prandaj kjo është ajo pozicionimi im rreth lirisë, qëllimit, e pse unë personalisht librin tim po them edhe këtu, nuk ndjehem njeri i lirë, edhe pse jam i shtjeruar, edhe pse bota udhi bombat na shtjeroj. Ajo nuk u përkthy liri. Unë nuk e përjetoj lirin, cilën e merr gjithkusht në përkohë, cilën secili qohet dhe këshyr në të përfitoj dhe të ngritet mbi atë, kthehet në një mercenar të lirisë. Dhe këtu është problemi në cilin unë konfrontohem dhe shoh atë këndin e tretë, atë kur Heideggeri thot cila është puna më e mirë, a tirania e ligjit, a ligji tiranisë. Radha ishte të shpalosim edhe disa nga poezit pjesëmarrëse në mitingun e 61 të poezisë shqipe. Pra, bëj fjalë për poezit garuese në këtë edicion. Gjej kohë për mua, si që gjen kohë për ëndrat. Më thirr largësive pa emër, pa adresë. Largësi asnjë as vetëm pa ushuar më parë një prekje. Buzëqash, se buzëqeshja jote ndriçon botën. Ashtu si ngrohtësisht dielli përqafon tokën. Lufto, si jeni luftëtare e lindur, me shpirt pathyeshëm e guxim të pamposhtur. Përballu me sfidat si mali që stundet, se zemra jote çdo betejë mund. Përballu me veten, ky është misioni yt. Ta gjesh forcën brenda në dritë. Janë këta trima që syt po ju mbushën lot. Po derdhin gjak e po derdhin mbarot. Me një flamur në dorë, të bashkuar për një qëllim, me gjakun ton do ta shkruajmë historinë. Në hijen e ëndrës, në sytë e ne u kredita pashurë, i njegu me barë që hesh në agin, së ndritare u bë me unë dhe turpur, e vota mbeti në kujtim pasur. Në vena, si lumen që nuk thehin me, filtrat loga e heshtja dje në rusht, një peshe rëmi, figurën di vetë. Të gjithë ne gjendimi në burgun e pamundësisë për të prekur ëndër. Endimi në këtë qëlli të përboçme, duke jetuar vujtjen e përkohshme. Kronikanët nuk i dhanë një ditindje të saktë, as një vendqëndrim të përhershëm. Ajo ishte një lirikum me njërën këmbë, me tjetrën varur në Evropë. Dhe sot, po të ishtë gjallë, do kishtë qenë mjeke, mësuese, anënë e mirë, gjerdekun e saj, ata që e panë, ose u shituan, ose haruar janë. Drejt peshimi i shpirtit. Sa herë ngritem, vërdall më sidhet bota ndjenjave, midis dy anëve të dithijes. Pa plastet shpirtit zanorëve, deri në te unë dhemjes. Çuditërisht vajzët e mia përsëri ju merret mendja. Asgjë nuk mbetet në drejt peshim. Mi gjithni për herë, pa shtyllat të qëndrimit. Në hijen e ajkunës, shpresa shuhet në çdo agim, errësira mbështjell mëngjeset tona, ditët i përkësohen vetvetes, sytë tanë pasqyrë në mjekull. Heshtja ka fshon heshtjen, lotët kanë uritur dekada, motët e veshën më të zeza, koha mpijet në buzëqeshjen e ngrirë. Në një eklips dielli kam mbuluar qiellin e nënave, rrugët e përgjakura deri në këtë liri, e ne sot tretemi duke lakmuar ajkunën për një kockë, për një varr e një gur. Etë më përshpërit është një letër, embëlsisë së zërit,
për rallën hajdute të fatit, kur të plak. Yll e madhështisë e pankushtur, me hove brudhësh të ndezura, përshthuri eklipsësh ser, që kafshonin me dhëmë të gjakusur gjumë e djelë të dhejut mëmë. Yll i pashuar, i kënaqësi me përkur, në gjakove sublime e përjetësuar, në qabratin e bardhësisë, rënë pellë e fort në zemër të historisë. Pas kësaj atmosfere, radha ishte të ndashin edhe çmimet fituese, ku çmimi Ali Podrimja për poezinë më të mirë i takoi poetit Eduard Frokaj, ndërsa me çmimin Yll Kadomi u nderua Nita Bardhi dhe Hyr Fazliu. Krejt në fund, organizatorët premtuan se në edicionin e 62 të mitingut të poezisë do të përpiqen të ftojnë edhe poetë të tjerë, me qëllim që të mbajnë gjallë traditën e poetëve shqiptar nga të gjitha trojet shqipfolse pjesëmarrëse dikur në edicionet e mitingut të poezisë.